Që zirë? Publiki do të mirë se erët në emisionin e 90 e shfrytëzohen osën biznes të emisionin adin 90 që e ka 9.0 këto jubilar me marrë unë detyren me thonë mirë mama se ky s'polen si po qelet kamera. Ju ka tek me full për para kamera valla Allah rona. Hajde Kokomelo. Na e kena situatën për Kokomelo vallaj na. Çam për Kokomelo. Kokomelo jenë konto për filma vizatimor për fëmijë Kokomelon. Kokomelo. Do van naj ditë veç kur t'ja bojnë. Melon, bostan do çka. Veç leti melonin jenë kon ato Kokomelo, është lutka, kuka, laziqka. A watermelon. Watermelon, organism English. Oh, my friend. Thank you. You must learn English because Meq e Mikesha, Dashamir e Tre cone Dashamiresha. do të thonë, Meq e Mikesha, Dashamir e Dashamiresha. Moje men, që janë fort komunistiqë. Ja, Meq e Mikesha është e rekja. Se ti thu shoke shoqe? Shoqe, shoqe, Meq e Drejtoju Mikesha. publikut. Dashamir e Dashamiresha jemi në emisionin në 90. Po, veç me nxjerr njëri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, për memri në 10 do të shumë punë. Faleminderit pa fund, këtë ju që e bëni të mundur me bë këtë emision dhe pa ju kishte qenë pa mundur. Mos harrojmë përmend që jemi emisione më i shikuar në vend. Ata e ki qefti. Normal, piqi. 90, publik i dashur edhe 6 emisione bëhen 2 vite. Bëhen 2 vite. 2 vjet. Pse 2 vjet, po pse? prit dhe pak. A din se kemi shikuar sa pistruvës. Vite, vjet, a din pak. Aja, pe bojnë ati fol tosknisht, unë gegnisht. On pas ditën e tosknisht me shumë shkon të Edi Rama minister. Me që tosknisht e ati shushtel, bisht tollo. Po me kush kështë Qa atë. edhe mund lajvo. Kemër vëllaj, edhe zgjatë pak, që kemër vëllaj. Publik i dashur, jetoni s'ka qef me thonë, po tash unë e kam ndru pak jeton. Pa. Nuk po thamë ma i ngullt në kredit, se ato e di në krejt që krejt jena të ngullt në kredit. I ngullt në Veç unë me politik. kena jashtë, që me morë. Krejt jena të ngullt politik, o krynë zgjedhjet, e do kanë festohet, do kanë, do manë kanë... Jenë mërzit. Jenë mërzit, do e shini materiale kanë thy krejt, me zyre, me krejt. Ashtë rëndësishme me thonë që popull i cili flet për gjuhën Shqipe edhe... Nuk flet shqip. Nuk flet Shqip. Fëmija flasin anglisht. Popull i cili lyp që gjuha Shqipe t'jetë zyrtare që është normal, sepse jemi pjesë e këtij shteti, e që 80% i rinis janë të shkunë për shkolla gjermane. Edhe keq fëmija me zveti vullin anglisht. Jo është edhe ma e rëndësishme që edhe një Amo, gjenerat... na! Ja, na hanë me Na, dënë. flasim për gjuhën Shqipe, gjuhën ta... Na, kur dalim për para popullit... A ka ligjore, sa ka ligjore, të bëjmë A ligjë. veç që njën fmit me zvete, I am hungry. Hey, dad, hamburger. Dad, hamburger. Kështu që popull që po shkon me mësu gjuhën gjermane për me ikë për i këtij veni, rrini se është veni mirë, është veni jonë, të provojna nëse politika zban kur gjatë, provojna në atë bojna në isen. Ose të shkojnë atë kongën, ave Kokomela. Qëre, një popull i cili i ka regullu këto punë, edhe i ka qetë punë të rezi, edhe i fletaj ministret, dikush i flet, thot, nëse e bëjmë këto qatë sa merë veshën anglisht, që materiali jeton, aja razgjëm. Pa, kur i kinë dy zenë. Ama a i flet i kena hubë zisa miljard, dhe lësho material, lësho. Americans will lose 135 billion pounds by the midterms. But I don't measure it in pounds. I measure it in saved lives. People can sleep again because they can breathe as when they go to bed. Folks whose knees don't hurt. People who don't have heart attacks, renal failure, dementia. All the things we know are associated with obesity and much more. Babush, quse jena më ri. Qusën komarani jena. Në gjylekar jena të zastoja. Për i me, gjylekara, makrifshi, peqini, Speqini. Ulqini. a i ke po qiki... A i ke po qikina do... Po të bën geng. Po ban geng, po ban geng. U kallën akrabojo.
Ja, u Për konë Elishak? që konë një Barcelet e mirë, që të që për dhe je? Fatmir, apo një jemi? Po, E ka po, se qenë, shtash më mirë se më boni një farë ka gjen. qenë, ka qenë një... Ka thonë mu që baba edhe ki ka ba gjen. Pa bën bi... Ja, po, është aja djali prezent në rritë sociale që i thira të pena që ja bëndët pa bën bi... Pa ban bi. Jeton, se cili me kushtet vetë, a dole, ajni mirë, jeseni. Fërë këke bu si kalukon me qërë Allah, ja. Po më gjelezojnë për qëto flak, a? Veç që të mi disin pak tu ka shafit pak. Më ka bon si kur asi petakroke e Jugoslavisë, si ka poq. Si shajkoq. Se shajkoq, që që kanë thonë, sa. Jo, këtë dishtë me thonë, se cili njeri edhe njerëzit në përbot më nuhën me ato të vetë, ata vedin. Me takat. Me takat, për shemëll, e kanë thirë njerin kamerman ndarë, sëm, Qaja ka qëllu. qaja i ka qëllu me që ato a i në qizën, hajtë të qirëm. Qa? Ademi s'peshe, Adem me laptop për i zëdarës. Qa, me stojnë ka qëllu Adem, dash. Teknologia që për të ademi. Qa, njeri me shka kotut më mundu jetën, ama ti ke thonë një sen shumë të mirë për këtë punë. Kur e ka për i me. A, vish do të me pas për i me. Që njeri e ka pas për i me, ka thonë, ga më në vita gjiraj darësën, për s'ki ka merë, ka thonë, se e marrë laptopin, në? A, be gogomela, gogomela. Njeri du të mundu me ato që i ka, edhe na po mundohemi me qash menë sa kemi, me bo një emision në Breaking News, që nga kjo javë, publik i dashër e tutje, është në gjdo të shtun, në ora 19 e hajt-hajt, 20 e hajt-hajt, dhe e ritransmet... 20 e hajt. Po, marketingun nuk e di, ma... Ja, po të fiksojna për publikun. 19:20 ata letullin për para televizorit. Po, se kanë vaktu i mundës më të pritër. Po, të në presim, se ne kemi shikushmëri, beznikve ti. 19 e 50, A s'ka të dorë, na? Ja, hajde kështu se ma e madhe, duke. Hajde kështu. 19:50 dhe të djele në ora 21:25 mas lajmeve që të edicionit të mbrëmjes qendror, jemi me ritransmetim, kështu që faleminderit që na keni mbajtë dhe po na mbani që 90 javë, domethënë 90 javë, edhe 6 javë thash bëhen 2 vite. Jeton kur i ardhi e kanë djalë i mirë, flokët e zezë, se në venet tash keni pak 2 vjeti ke bëjë aty. Televizioni Vadil e ka një përparësi shumë të madhe më të harrojt kohën edhe më të rikujtu. Ta rikujtan se... Une kur i shoh do videot mia të vjetra në kuptimin para afer 2 dekada vëtash, për një me nuk e në gjë vetën. E kom përtypin që i ma plak ju më konë atërë. Se tash. Unë kërë kom po të ik metja vetin një ditë. Të profesor jam, me këtë sakrifizulojnë, profesor jam talent se jo ma hi. Ta në djelë moshtë të rizikë shumë kelen. Ma i vjetër atërë se tash. Interesant, Ama ja vehajsi. Si a e filmi Benjamin Bata, që që len plakta në vjen të zoglu. Nefshe mos pafsh, nefshe mos pafsh. Kur gjon ke thonë me veti s'kena me marrë. Ja, kur gjajsh. Edhe këtu në video, edhe ajë s'ka me marrë kur gjon. Drejtori i farmacisa, i loqa, ku e marrë vesh na? Njeri ju kryesor për farmaceutikët në shtetet e bashkuara të Amerikës. Shoha materialin me një farë preskonferencë pak i merën. Miliardat mi pas me ligit në zen. Advancing science and creating high-value jobs. Hajtat. But today, Ka dalë bëra, majo, kimet. Gordon, you okay? Ashtë ideja që... Do më thonë, krejt bordë në t'i ko, ama i erat fekt. Do më kresori i bordë, nuk i bojnë pun asi loqet. Asi loqet, mas e ka një kanë bukur i zablaca, po tash s'mëj me gjithë. O doktora për mjeka për hoqjam. Avdin? Ja, ka pa këtë Se bornat s'po mbojnë dobi, avdin? Dhe i kemu siguru të doktorit që a është për kënej, a për kënej. E këti loqet e 2S, po a e pajki që dojnë të to. Po, pajken se kur dje vokti me pajk. Jeton, nësi ka ratë fik pi pordhës në melonit. A e keni që ka pordhë melonin në parlament? Farti shpordha. Do mon... Me dalë qeja por peqati në sonit timt, unë vite qeja këmë pa. Unë e pasha dhe me tjera me të e qkra për kra, dyshka nuk ka bash puna mira, ha? Qashtë
Po thojnë diçka. Diçka, po thojnë. Po na që mos dukem. Nëse bani të madhe, ama për krahë, s'ke Edi Rama kanë... Hajde të këshyrëm njerë që ka Qa ka porda? Ba ta sha porda tjerë... Jo, është rëndësishme se kjo... porda dhe ti. Kjo porda pak ma interesant, edhe publik, kur që vjen me por një vres, adin, për ime e kam... Për shembull në Gjermani ata po parshin kështu. Që? Ngoa. Quiz. Grazie, siamo addirittura a finale. Signori, io devo andare in bagno, non so come fare. in Vi bagno, giuro, cosa vorrei dietare? farcela per altre 3 domande, ma posso? Bej, po të baja ka të Che udhëj. devo fare? Scusatemi. Adesso ne abbia la facoltà. Që veç që është nga të udhëja. E pa ta ndjesinë e saj se kur të kapsh ashtu si me siklet, domethënë këtë është të qysh të ngrihet trupi, ha. As guzan as me ngo, po të qysh Edhe hetë. këtë logjika është i mos të bëhen ai bret. Unë ku gjë po shlirau, tani losh të na gzeu. Mrena jashtë. Ata merë me një jetan që kjo porda me lonit, edhe ato ma për para e ka rëzu, edhe këta në mamush pak i ka trullau. Ja, nuk më rrinë pe melonit në mamush, veç po të kallëzej. Na kena pas balotajin para javën që shkoj. Fitoj kush fitoj, hupi kush hupi. Po, U bani farë. ajde Gogomela. Më doke që një përparimi hetë që i populli Kosovar. Po, populli Kosovar Pat përparim. ka përparu. Ka përparu. Okej. Por që pjesërisht s'kanë qenë besnik. Shohë mamushëm që shka festu, masi e kanë fitu komunën, i kishin një zyrë. Shohë. Kishin tradit. Që në tradit? Tradit është diçka në traditën e tyne me thyr qatë zajnë. Bish një në sans, po Shohë mamushëm. materialin. Qaj. Marë më dhëmë qaj televizor. I shkon këtu më njerë mas kësaj në Aleksandr, ha? Qa që i shkon? Gogomela i shkon, ide muzika. Ti që? Deri sa na i thejna jeton. Nga më falë. Po. Deri sa na, bojna ka 2 herë zjedhjen vetë. Deri sa ne, Na, ne, jo, ata. ato, ne. Unë lahem, ti lash. Ai la. A i lahat, ata se ato s'lahen se hërgjojt bëjleri. Po, Deri ose si- ata shpërlash. Shpërlahen, ka pak marrin të hret. Me dëbëk. Me dhe vakt. Deri sa ne jeton, i thejna Zyra, shka po thot? Shka po thot? A mira, krejt, ha? Mira, shumë mira. Mira. Deri sa ne i thejmë zyrat për një fitore në komunë. Deri sa ne merimi me balotaje. Deri sa ne i bojna, japëm tërheqje. Deri sa na mirëm me sabotashe. Me sabotaja. Deri sa nuk votojna, dalëm votojna. Deri sa hala merimi me gjuhën, është oficiale, asa oficiale. Kina e ka bon, shkon në WC në restoran. Jo, WC publike, e kanë testu. Jo më rëdhe në restoran, Po, pa tjetër, po. e ban shurën, Po, edhe i mera. analizat e shurës, edhe Turines, më falni. Po, hajde të këshira, ma. Këshërë. Kina ka shpikur tualetën që bën analizat e urinës, me një. Është një lajm i vërtet dhe kur i sheh këto tualeta, duket sikur je në një të ardhme, sepse teknologjia është shumë e avancuar. Janë tualeta robotike dhe fillimisht i kanë vendosur në përbanjut publike në shumë qytete të Kinës. E tashmë disa i kanë vendosur edhe në për restorante. Këto tualeta inteligjente kryejnë analizat e urinës teksa njeriu urinon, për shqyrtimin më të shpejt dhe për të parandaluar probleme të ndryshme. Në fakt, njerëzit i kërkojnë. Ky shërbim përdor disa sensor shumë të përparuar për të analizuar urinën. Dhe teksa e përdor tualetin të tregon rezultatet. Normal, nëpërmjet teknologjisë që mbron edhe privacy-n, sepse duhet ta lidhësh në mënyrë wireless me telefonin tënd. Qëllimi i këtij testi të shpejt është që të identifikosh anomali, e nëse i zbulon, të bësh hetime të mëtejshme mjekësore. Pra ky sistem nuk tregon një diagnozë klinike, por thjesht të paralajmëron.
Në bazë të disa provave, dëshmohet se kjo teknologji ka një saktësi prej 95% dhe përsa i përket të dhënave personale, shkojnë në blockchain, pra për mbrojtjen e privacy-t. Megjithatë, ndonë se këto tualeta robotike nuk cilësohen pajisje mjekësore, them se është një ide brillante dhe shumë e shpejtë që kontrollon shëndetin në çdo moment, normal për një pjesë të problemeve shëndetësore. Sidoqoftë, ju, çfarë mendimi keni për këtë shpikje të re? Ti çfarë mendimi jeton ke që njëri shkon e bën shurën edhe i merr 95% analizat e urinës të sakta. Ja kjo është të menu, kjo bën për vendet zhvillume. Pse të na? Se me pru të na, shkojnë e nëzojnë a i pela, a i magaris, e që i sintaz, e shkojnë ja dherë në atë kërk. Veç me t'ja u këta labusin. Me t'ja përzia të me t'ja. Edhe kur del atë në fotografi Nikoli. Kur del. Aj, zër. O, s'janë senet avancuneve neve se neve tamën nuk na bjenë kur gjë. Edhe kësoj behone i gjojmë. E këshin që naltë, e këshin që bë, tani qyshu pastru aj që kom para meje. O stërpik. Po na kena dilema kër i bojna analiza në spital, se tutëm hala e kena për shtypin që na i kanë në rru. Edhe që është e vërteta. Që është e vërteta, diso herë kanë dohë. Me t'i ndrua? Në Kosovë mi ndru analizat, fatkeqësisht se ka shumë pacient. Sot, në këtë moment që po flasëm që i vujnë nga smundja rane kancerit, në ja kanë dhonë pacientit analizat. Për kancer, njërën e kanë bo për mal, ati ja kanë dhonë mirë. O bo gullë puna më kurso një karon bije, deri sa jenë këty analizat, kështu që... Deri sa jenë barazu me dokumenta. Na ke që ka provojmë, me që mi kesha dashamire, dashamiresha, me pru në televizion, gjera inovative që pëndodhin 2 jem, i morë nga rjeti, e me që në televizion, edhe deri sa tha Fadili që na kena tjera probleme. Kena me maru zgjedhje, mos mi pranu zgjedhjet, na i vjedhën zgjedhjet. Me bon trenin bugar. Trenin bugar, trenin roman. Holke, qka jenë holke. E bojnë shulen ose goackën, edhe t'i bojnë analizat. Edhe Fadil, edhe me ty, edhe me shumë shokë i këm pasë më abet, se lafë po bojnë apak është. Just keni nevoj më gutë, nësë jem të shku kërkon për i me, ka ma e keni në zetë të shpia. Për një me, unë me nëj që Fadil, do të me pas, halo ma shumë zgjidhje. Pse? A ma zgjidhje s'po kemë? Jo, me thonë që e prodhojna Volkswagenin jo, Mercedesin jo, me thonë që e prodhojna Fadil, edhe qka kena me fol na kidimen të gjatë, ku dita është e gatë. Dita është e shkurë. Më falë, dita e shkurë. Nota është e gatë. Pja fusën i parë zgjedhjet natën e vitit 3. Falë për zgjedhjet. Për shumë për dire do të Gjermanë, do të flasin që është pakaron bursë, Volkswageni, Orito Pelli, jenë shumë pare shtini dikon. Makinat elektrike, jo kështu, jo të sodi, jo kja, ja. Që këna me volë nga gjore. Edhe ajvarin e importojna. Që e këna pas, si të mos në Maqoni, këna pas ajvarin kualitet? Kualitet? Që t'jemi sinqirë, hala kualitet e keni. I kenë po pak. Hokën zbën me hongë. Disa tegla. Por, asë rëmuj sa s'prodhojna, kërja kom pa një ditë rëmuj sa, made in China. Jo, made in China, ka njerë kër po të shok kështu a ditë, po thamë më si edhe ti. A, be, Gogomela, Gogomela. Na po shkojnë atë sponsori jonë. O, pa tjetër, të sponsori jonë, me Qërolafi, shkojmë dhe në Prishtinë. Edhe ku shko nevoj me shku? Korona Dent, gjendet në Dardani në Prishtinë, për shëndetin oral, aty e gjeni doktor Shefkihotin, një doktor fantastik, përveç punës që e bën, po dhe është profesionist i mirë dhe të trajton njerëzishëm. Kështu që të Korona Dent në Dardani në Prishtinë, për këtë ju që keni nevoj për me i regullu dhe me ngjit fëmijëve tela, me i bo implante, krejt ato të Korona Dent. Edhe një gjo, do me shpjegu, e kam për obligim
jo me bë reklam për te i kësaj, por që implantet kur bëhen, njerëzit e shohin si diçka shumë të vështirë. Edhe nga eksperienca jonë që kemi pas, domethënë, ma letë është me vënu një implant se me hjek një dhëmë. Një dhamë. Edhe asë nuk ojesh, asë nuk bësh, sepse e kanë, që me thonë, e kanë bo një farë tip gogolli këto që kur të në gjithë tu ju. Ja, në përgjithësi Këto që është shumë letë ata të cilë, si kanë dhëmë mujnë me shku me gjithë dhamin për dhe dakika edhe dëzimet. Për ime përna se me vazhdu emisionin, a folje me ato të plagëve? Që është e sinqerta, e kam thirë në telefon, po nuk ma ka hapë me siguri u kone zone, edhe nesër sa të shkoj, jo nesër i bje, djele, po të hënën do të shkoj të takoj Valmirën e Uzonit. Shkojnë në me një blok marketing që kemi këtu, falemderit që jeni me neve, falemderit që reklamonit të televizioni Alsat, televizioni me i besushëm, me lajmet më të mira, me emisionet normal, më të mira këto në vend. Shkojnë me marketing, pastaj kthehemi në pjesën e dytë, kadal. Po shkon koha. Që kjo, publik i dashur, emisioni është live edhe na jemi të diskutu me regjin që kjo e ka lëshu bateria e lusin Fatmirin që të na i bjen një të re. Në bateri të Po, re. na i të bateri të re, sepse jemi live. Jeton vazhdo pak deri Po, sa me gjitha të, deri sa Fadili tja vendos bateria të ati elementit të cilët i duhet për komunikim me regjin, na e shohem një material. Jes përshojmë material, mo. Je përshojmë një material. Para Para se me nisë materiali, që të material që keni me po, që të kthehemi te materiali. Dishta me dvet dishka, para se me asi materiali. Na e kena diskutu, për shemëll, krijuesi na ka kriju qështo, qësh jemi. Për shemëll, edhe në kohën moderne, tash do të me vetë na i hoxha, na i kanë, për shemëll... Falë vëdhe që kështë du të kërë këta o pak këta o qëta? Ti përves flagëve që je ty i rritë, po më do këtë e kelëshu dhe hunën me rritë. Dhe una, po të shkojnë paralel me flagë. Me symbolizo. Jo s'po të bullizoj, vish po të kallëzoj, nësë po thamë, po të rrinë keshke, po të rrinë shumë bukur, vish tash, mos e kelëshu... Jo, me symbolizo se më ngap tash. Djali jam është në klasën e 6 edhe tha, e kom pa emisionin e juj, bab. Tha dhe folni për bullizimin e pyeta, çka është bullizimi? Ose bullizmi? Tha, bullizmi është kur një dikush të përqesh Përse thot që... që është e vërtet, po në formën përçmose. Po bjellafi që kur më thonë mu të qarë. Po Për bjellafi. shemëll, ti si je? Ti je, për shemëll, mund në shpekon, larg pams, shkurt pams, mes me po bashmira, për din, ka analizë. Po ne hem jam. Hera nej, herë kënej je. Për shemëll, unë, si kur ti që më tha hunën e madhe e ki, për shemëll, tash nëse e ka hunën e madhe, Jo, Edhe unë ti- se jo, ke jo. pas të madhe. ja ka nisë të murit. Po, bëzare, kësë shuje. E kom lëshu. Është të pi ose me rritë hunën njeri. Vish me t'ja shumë një të hunën ne. Deri sa ta marrim këtë, për me komuniku me regjinë, sepse e dim që emisionet janë live, a vedin edhe Po, e këtë që të mire ka që spiritan, dhe më thonë i ndrejtë të punë. Këto ndodhin, argjohet bateria dhe vla, shka me Jenë bëndë. gjëra që ndodhen, sa i është. Qa do është e më mbeti shka ma ere? Deshta me vetë, për shemëll, po si e ti kompetent për këto, dhe e pysim në kush që ja kompetent, masim po më thu e ke lëshu hunën, a kam drejtën e për shemëll me t'ja fut botox, krejt. E tani më marrë kajet kundërt, si kur këtina që i kish marrë kajet kundërt. Për shemëll, lëshu materialin të akqyrëm, Also normalerweise bin ich ja immer der sagt cool und ja, bei dir. Aber heute, das ist alles im Argen, von oben bis unten. Dieser schwarze BH darunter und der Gürtel, der hochgerutscht ist, die Hose, die nicht wertig ist, die Schuhe, die wo die Zehen vorne raus. se po të njej që të me ranu. Ja, për me ka. Katastrophe. Me se ranu. Mas Po gabo. çfarë Që shfar loqki këto? Ein Punkt.
Domthon, ai ja dha një pikë kësaj qikes me na i show, apo ditë. Po, a di shka është rëndësishme me cek, publiki jam i dashur. Para me na si të odën, Ai me të vlerëso. ja ma, ai ma të vlerëso. Kur ka le, kjo Gjermant kanë qitë push për të na lejtë, një djallë. Lindi ideal, Përgjës ideali kur volë më të këpësha. A vëshë që po bullizon me të vërteta. A me më që këpë këpë të gizonës. Ama që ta e marrë edhe me konsekuenca personale me bullizon. Dhe më dhe ta e marrë... marrë unë për me bullizon. A e me insani që është marrë. Vesh me t'ja qitë një hunë kryo nga plastiki. Ti që... Gjithë shka po. Primer ka Ej, marrë. vendime para luftës nuk e ngome të bullizime së të. Ja me ngome, kemi pasur bullizime se që unë ja u O, kujtoj leve, publikut se tonë. Na e kena pas bullizimin e kena pas lezetshëm. Po, çfarë bullizimi? A din për shembull kanë thonë dikush i ka pas burç matrosha, normal, prej në natyrës i kanë thonë burçk. Për shembull njëri që kanë një pak kështu me krap, e din, kur i nervozu ose shoqënia ose kushërit ose vllaznia kanë thonë gërbal. A më na çfarë kena përfunduar? Na si na vëlu super patika ja i kia original. Ma shumë të në lapët që nëllë. Po, a e ke po, i thoshin, ola Si boq. pas qyret autobusit. Ma e keqja fjallë për ata që i kanë bos vesh të madha ka la Jetan, Jena do në zëmë inshallah s'na merë edhe me edhe butu, anën e kundër. Kjo... Ideja që kena shti materialin në emision është që institucionet të cilat kujdesen për shëndetin, institucionet të cilat kujdesen për sigurinë tonë, institucionet të cilat kujdesen për jetë më të mirë tona, mos t'i bojna viral pa nevojë. Ti denoncojmë, ne kemi thonë që edhe në emisionin tonë mundi me denoncoj, keni numrin këtu që ju del, një numër, mundi me denoncu pa rregullësit krejt gjëra që ju mendoni që mundi me kon pjesë e emisionit tonë, po nëse që kjo është për shembull montazh, unë jetu ne e dënojmë. Nëse është e vërtet, e dënojmë ajo gruaja që ka bëjmë thirrje institucioneve gjetse që të mirën me rastin, sepse mund të vdes dikush si pasojë e një papërgjësie momentale dikuj që mundet me konë të epi një qaj, e që për të është diçka rutinore, por që aja është e thirrën për qatë punë me u përgjigj. Aja anej. Po, normal. Anej telefoni. Unë jam të folë për një fenomen që ti e thallë më herët. Okej. Na e thirim për me u tallë, një 9400. I thujna babgjyshit tempi dhe më kryt atë javë një paracetamol. Menaj që këto, si me thonë, këto fure ose këto trika i kanë bo para luftës. Mas luftës nuk e besoj, sepse menaj që ka avancu shoqënia edhe është emancipu, mjaftu shumë për mos me botalë dhe tilla. Ma kujtohet një rast, kur na i pronën telefonat e parë fix në shtëpi. Po. I thirë shumë njerëzit që i njefshim edhe ja dishim numrin, në nërajshim pak zonin dhe i thashim jemi për filan kumpanisë edhe ke fitu një shpërblim. Po. Ku me arë me marë shpërblimin të qafa, në filan dyqani, edhe a i të nesret autobusit. Po, e vërtet është, sepse u konë... Kam besu njerëz. Ja, be dhe u konë koha, sa, që me thonë, vishë zonat urbane kam pas telefona me kabel, mas nej, zonat rurale ty. Vanjen gjithë. Mas luftës. Mas luftës. Publik i dashur, shif një fëmijët se këtë tim e qelëm me qëllim. Shif një fëmijët sepse janë disa aplikacione të cilat gjenerata e reja e përdorin, e unë për ju tham ju me kujdes, e përdorin është një aplikacion random, silën thirrjet, edhe ka videot me video me komuniku. Okej. Dhe më e prek ekranin, vjen jetoni, zdon me full me jetonin e prek vjen ademi, zdon me ademin edhe Dhe i bjen në frekuencë. Aja aplikacion është për të rritur, po fatkeqësisht gjenerata e re po din manipulu këto format e sigurisë të cilat i kanë lënë aplikacionet e që kanë edhe me bashkimin me rregullative e Bashkimit Evropian e kanë për detyrë për shembull me kallëzu, me mbush një
matematik, 34 plus këtë, me kallëzu edhe me tregu ditëlindjen, para se me hinë aplikacion. Edhe ja futi andro ditëlindja që e ban 80 përmi 18 dhe hinë ato aplikacionin. Fëmija kryesisht e përdorin për fan, që po thojnë, ose për ashtu, po është aplikacioni cili këtu mund me ka fëmija jot, a ne mund me ka ndikush shumë i rrezikshëm. Qoftë në pedofilin, qoftë në Krimet të ndryshme, plus raste, kështu që bëjmë apel për emisionit tonë, kujdesni, ka njerë, shifni fëmijët që ka përdorin, shifni, merrni edhe këshirja telefonat, do më thonë, sepse njënë e theke liria e tepër të ashtë anarki. E vërtetë, që a këqyre materiale më shka falem se se shumë Po, heq? materiale është që ka thiri në 4, në shoa e të shojmë. Alo? Да, ве молам направите нещо, имам много болки, чичко ми не може да мърдне. За Визбегова? Да, що ве бара в преска. Значи ви кажахме що да купите и това да дадете. Па да, ма не може, само молам да зборувам малце. За това. За болки, за тромбов левит, бърза помощ не. И не може да дойде. Ама не може да мърдно. Ало? Jetën mësa e kuptova unë, u bajke fjalë për Vizbegova dhe theke migje jam, nuk mundet me lëviz, do më dhënë edhe ajo gruaja e cila ishte të ndihma e parë, tha për këto punë nuk mund me ardhë, për bolki, për nështë ka naj regulore ndihma e parë. Për çka duhet. Për çka duhet, do më dhënë sulme, smundje të rënda sulme, që janë të rrezikshme për jetën, ndoshta dhe intervenimi i policisë, thirrja për policisë për ndonjë aksident. Unë s'pe paragjykoj këtë vajzën këtu, po mos e thirrni ndihmën e parë me thonë që po më dhem kryt. Që kjo është ideja e kësajna. Me gjitha të e lemi si hapësirë, hamendësimi, ju japim të drejt palve. Të dyja palve. Të dyja palve, por që si do që tjetë me nëjë që nështë edhe pak a mujt me trajtu si qenje humane, me full, me... Ban Maki se i thot, jemi hera e dytë të full, garant në pjesën ma përpara, më në më ja spjegu, kështu që... Po, e ka shkput pjesën... Ne e ke pa videon edhe e pa, edhe folim për ato që kemi pa. Ta ndërojmë pak temi një tonë, ti ke punu në gastronomi. Kjo është njëna për materialet që mu më belqenë mas shumë të edhe kumë zgjedh unë ekskluzivisht këtë material. Ja, e kumë zgjedh unë... Unë e tjetër samë për të me të betë, ta një më lidhë në material. Na ke punu në gastronomi? Po, e vërtet është edhe me dalë... Një kil kofe, a i ka di kil kofe? Barët kështë punon shanka? Kur je aty vetë, mund t'i ketë. Kur atë dikosh në shankë, sa kofe i qëtë një kil kofe? 20 kofe. 20 kofe, një kil 20, ha? Po, në kushtë normali qëtë 100. A, me ka nune në shankë? Bo është aksionar me 80% aksionar. Publik i dashur. Pse unë e thash unë, sepse unë e më konë prej e këti fenomeni. A mas të ka kujtu që kjo? Ka kujtu që kjo, për qka e bëjsha unë, e marrësha izoler ose selotejpa, që shmi thonë, edhe ja pështjelësha atë mahramin, ja mosha edhe ja pështjelësha kështë. Edhe apet të vjedhëshin. Apet të vjedhëshin, nuk kanë skropi. Do me donë, krejt ata që kanë kafe, e din për shka jena të full, aparati kafe sa është e qetë 1 kilogram pronari, për shemel dhe ajnë shank aty i thot, nuk i ka qitë 200 kafe, për i ka qitë vis 160. Ja, e ka numërin. A ma s'ka lidhe, do ka dështu? Jo, e ka numërin, po qka bojnë, ja hekin që t'ka pakin, që këtë tipja ka mshel me qëta sheshini, edhe e marrin e mushin me luk dëzirin. Mos me kalu... Mos me kalu në me njoje. Dhe ma në hina... Pasha zotën, ma. Qëra pi kalzët i shka më besë. Me si kalzët? Hajna. Vesh, na që di. Në ujtë gjenazës të vjedhëm na. Vjedhëm vota. Kuslojnë atë gjanë, po vjedhëm shtetë. Që qka kanë detyru? Prit. Vjedhëm familje. Atë kujtohet, Krylanshin dhe Napolitan ka për vitri normal, edhe që ta i vjedhësh. Po ka që në gjenë e kemë. Qërë që ka gjithë zgjedhin kjo që mësmja, heq mësmja vjedhë kopët. Qak që.
sheqeri, vjen sheqeri. Ja kanë gjitë jetën atë, asë më një ashti, lugën. Se a di që ko logjika? Gomë, atë të me thjerë tash prononin me qelë ato mja mush. Ja, jo. Se marrë shumë gastronomi. Këshure, qaja pjesa, si me thonë qaja, si hinke madhja, që aty vendoset kafja pa blume. E ta shaj kafe në pa blume, aje nuk mën me shti në aparat. Aja du të mu blu edhe du të me ra në qitë pjesën e vogël, ku kjo e kam shel me dri. Që nësë morë kjo me lugë mja i kësa hatit. Po, me i kësa hatit, se kjo, ose këta ja bojnë një shortcut, dhe më thonë, ja prejnë gjysën e rrugës kafen. Ja hje kapokin e mush me lugë, ja qetë kapokin, e në rryu dhe shtin atje, ja shetë kafen, po nuk ka nevoj ka me registru. A ka zëma, është i lidhët me kamarerin? A, është i lidhët. Si vlezrit si amez, kur se muret njerit të shti tjetër. Shokon aje filmin në kur i merë fare ta i dalë, shkojnë WC dhe i ndojnë këta dy. Tani dalë, jo, në WC jo, se tani ata shkojnë dytë bashkë për i shpi, se qanej... ka njëti ndrim. Gjithë qanej e kanë shpi në dytë qillojnë, a përdin? Ka dalë se ka me dhënë e punë qanej. Po, edhe qargjitën. Ka po shkojnë, ahojna ka një burek. Po, ahojmë ka një hamburger, që atë se qashtu e punë. Qashtu e punë edhe me sy një një tjetër. Dje, me zjedhëneve për me kam soj pronarit 4 kafe janë të minjat. Ski, në gjenë. A banë me po që aty se... Sa minuta jemi? Jemi të 38 minuta. 38 minuta, bravo, bravo. Jeton? Po. E marun Viagran. Po. E shkum në hanë. Na. Po. Jull Cezare a konë shqiptar. Julius Qazimo se ka pas. Po. Aleksandri shqiptar. Aleksandri i madh shqiptar. Skënder Veo shqiptar. Nëna Tereze shqiptare. Fadil Veseli shqiptar. Jetën Zogjani shqiptar. Piloti i par. Aeroplanin a konë shqiptar. Trenin e par. Po trenin e par e këna bon na. Tokën e por, na këna por. Ky kryetari New York. Mexhat. Që i këna hongër të por t'jem na shqiptar, mjalu mezhen vlaut. A, mja marrë një meter, na të por të këna po. Të port. Kryetari i New Yorkit e ka, nuk ka ba shqiptar, po shqiptar. Shqiptar. Mesi e kish periodin... Amerikano Vespucci, u konë shqiptar, i gjilekarit, i mazënis, i ranë në Spon, Kristofor Kolombo, Kristofori, u konë i tërdefësit të pashtë të pëmdokët. Kristofori tani i ranë në Spon edhe tani u shku, e ka zbulu Amerikë. Nga, na Spanjen, zakonisht mund kur të mpysin, Pse, për shemull, për do në Ameriken, njani me bani, thash, po e du Ameriken, me se në ka një mu, tha, po Ameriken e ka zbulu Spanjoli. Po. Tha, Espanja se ka njoftë Kosovën. Qa lidhje me bani? Nga që ditëm e ti, o i ti. O i ti, thash, po nga vish pak, se më nëmë me spiku dhe ishme, e tash kam i thonë që jetonim ka thonë që i tërdip si të pashtë të makon. I tërdip si të pashtë. A i që ka zbulu Ameriken. Kjo, qka po vjen publik i dashur, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, kjo është ka po vjen 20 minuta, kjo është e vërtet. Pasha boba, kjo është e vërteta. 4 veta, 4 veta. Rak. Madh turk Galatasaray ishte një shqiptar. Ai quhej Ali Sami Yen dhe ishte i biri i shkrimtarit të madh shqiptar Sami Frashëri, me prejardhje nga fshati Frashër në rrethin e Përmetit në Shqipërinë e Jugut. Në vitin 1905 në Stamboll, Ali Sami Yen bashkë me shokët e tij themeloi klubin Galatasaray që më vonë u bë një nga klubet më të mëdha të futbollit turk dhe evropian. Ai ishte presidenti i parë i Galatasarayit dhe udhëhoqi për disa vite me pasion dhe disiplinë. Më vonë, në shenjderimi, stadiumi kryesor i klubit i ndërtuar në vitin 1964 mori pikërisht emrin e tij, Ali Sami Yen. Pas emrit Galatasaray fshihet një histori shqiptare që pak e din. Një trashëgimi krenarie që fillon në Frashër të Përmetit dhe shtrihet deri në Stamboll. Jeton. Krejt dy janë mësoj na për veti. Në 2018 për herë të parë, që ose zgabaj atë 16 ose 17, le të ma konfirmojnë për herë të parë, është kualifiku Shqipëria në kampionatin evropian. Na e na shko e kena maru
2016 po të regjia. 2016 na për të hujt jem rregull për veti, për faqet zez. Kur do të bëhemi? As do të bëhemi. Një plak i ka gra. Po, vesh një plak i ka gra, aja plaka, kur e po citi gëllë treshin. Veç një plak tha e ka vozit. Jeton. Po. Ne publik edhe populli jonë i dashur, këtë video e kemi marrë pak me dhoni porosi, sepse kohëve të fundit gjithandej teknologjia, përdorimi i telefonit gjatë vozitjes se në vene shkakton aksidente me fatalitet, edhe ju lutemi që ma pak ta përdorni telefonin kur jeni të vozit. Janë mundësi tash lidhesh me Bluetooth, fol, nuk bile grusme si a qelë se gruja të banë nervoz, dhe ki shansë më smi po asë semaforin. Jo, më pse gruja të banë nervoz? E zamë. Po jo, pse pezen? Pse pezen? Nuk ka lidhje me rrjetet sociale, TikToku, Facebooku, Instagram, WhatsApp, Viber, ajem ta, bled, buf. E këta e kam bo një reklam, i kanë thirë njerëzit në kinema dhe shifne se shumë interesanta reklama. Momenti kur Volkswageni o rikujton të gjithve se duhen të kanë kujdes gjatë vozitjes dhe mos përdorin telefona. Jeta një në kinema, prej një aparati, vend me kompjuter, të gjithë pjesëmarrës veti, jam kalëshu një SMS në momentin, shumë interesant. Shive. Që? Qështu ndodhe, që send? Që? Qika që është? Qika që? Që AirPods sa është përdorimi i celularit kryesor i vdekje pas timonit. Njeri kujtim për t'i hapur sytë në rrugë. Të mënë AirPods sa është. Ti ata ishin të e pa vozitjen, në fakt ishin si kur vozic. Si vozic, si shofer? Jo, ja vlëshoj SMS-in, krejtu habitin mas telefonam, atje ndodhe aksidenti. Kështu që, jo mos të habit, ne mos me vizitu jo, mas pare përshkone me një marketing, pas taj do i vizitojnë. Mas marketingu të vizitojnë. Mos harroni që mi kesha me vizitu portalin ton alsat.me dhe të gjitha rrjetet sociale si bie fjala Facebook, Instagram, TikTok dhe specifikisht në YouTube, aty mund të gjeni të gjitha produktet tona. Nuk kemi linqe të veçanta për emisionet, po gjitha emisionet tona gjenden në YouTube-in e Alsatit, televizionet Alsat. Deri në emisionin tjetër, mbet që të shëndosh, e miru ta kofshim, kujdes me telefonin, nga natën e mirë, edhe nga Fadili. Një ashtë natën e mirë. Shevi në emisionin në 90 ditë. Kjo ishte personte. Faleminderit shumë.